Krejt e kuptueshme që më 28 janar nuk mund të mos flasim për Ismail Kadaren. Është një datë e rëndësishme, është një jubile lindje për një shkrimtar i cili ka çuar zërin e Shqipërisë në çdo kënd të botës. Akademik Ali Aliu, jam shumë e nderuar që jemi në studion e Ismail Kadares për të folur për Ismail Kadaren. Faleminderit, kënaqësia ime. Ju riktheheni në këtë shtëpi, sepse keni qenë para 1990-s, keni pasur një kontakt direkt me të. Unë do doja ta fillonim nga disa përjetime emocionale të takimit të një studiuesi me një shkrimtar. Sigurisht e keni takuar në vite kur ai nuk ka qenë për historinë e letërsisë dhe të mendimit shqiptar dhe të botës, ai që është sot dhe ai që projektohet sot. E megjithatë ka qenë i rëndësishëm. Si e mbani mend takimin tuaj të parë me Kadaren? Unë të faleminderit shumë për pyetjen. Ka qenë viti 1970 dhe shoqata e shkrimtarëve ashtu quhej, ajo e jona në Kosovë, jo lidhja, si këtu, mori një ftesë për të marrë pjesë në një përvjetor të infrashrit, 70 vjetor i vdekjes. Dhe ishim një grup, një 10-12 të ftuar, të përmend ata në moshë që ishin, e kishim në krye, dhe më thënë, doajenin e poezisë në Kosovë, Esat Mekulin, Mark Krasniqin, Veapshita e tjera, dhe ishim brezit tjetër, mandej, Azem Shkreli, Recep Qosja, Ali Podrimja, Raman Deda, unë ishim një grup i madh. Vinim nga Anihotit, fjetëm një natë në Podgoricë, ishte larg atëherë Shqipëria. Shumë larg. Në shumë dimensione. Në gjitha perspektivat. Dhe në prisnin me makina në Kufi. Do më thënë, ishim, mund të marrësh me mend emocionet tona për herë të parë që po vinim në Shqipëri. Po i shkurtoj pritjet e udhëtimet e kështu, çdo gjë ishte interesante, e veçantë, si në një botë tjetër. Edhe në vend që të shkonim drejt në hotel, në Dajt atëherë, gjithë një aty sistemoheshim, na kthyen në lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve, si që ishim aty u zbarkuam, për herë të parë, hyrja, shkallëve, edhe në të djathtë është një salon atje i madh. Aty pritshin një afërsisht aq sa jemi ne, 10-15 më këmbë. Edhe u bashkuam të gjithë, nuk e njihnim njëri tjetrin. Kadaren, po se këshim parë në për ekrane, edhe në Jugoslavice, kështë filluar të botohet edhe në fund të 60-ave u botua në serbo-kroatisht. Po, generali. Po. Nga botimet e para generalit në gjutë të huaja. Po. I vetmi që e njinim si figurë edhe më këmbë ashtu kryua unë pata një përjashtim se erdi njeri kapi për qafe, më pufte, kështu, çka është ky, kur dikush ishte Gjuani, do thënë babai këti, një burr i qeshur i mirë që u bëm miq mandej me Dimitër Gjuanin, dhe ai kishte parë një emision që atëherë ne në Kosovë kishim vetëm një drejtare televizive në Beograd. Dhe ishin një 30 minuta edhe për kulturë. Kisha folur unë për këtë roman. Edhe më kishte parë në... Nese kaloi kjo atmosfera e takimeve të para, ishte në kryet salonit një tavolinë rumbullake, e rregulluar me nga një gotë më duket raki ose konjak, edhe omeze, edhe mbas
ati takimit të parë, ende konfuz, të pa njohur, kështu që shkëmbeni me emra e ullëm të gjithë. Nuk më kujtohet a kanë qenë vendet e caktuara ose kush ku do të zerë një vend. Edhe mua më qëlloj në krahun e djathtë e kisha Kadarene, në të majtë një zonjë që mbrapa e kam njohur, ishte në administratën e lidhjes. Edhe përballë ishte Shuteriqi me këta mysafirët tanë më në moshë, po të shpërndarë të gjithë, edhe unë u gëzova që e kam Kadarene në krah, po. Edhe filloj e biseda ga pak në fillim, gadal me... Ashtu fjalë pak. Po, edhe filluan të gjithë të flasin, Kadarejes, po asë më pyeti si jesi u tua ti iqë. Bile e shikonja nga njerë me bishte të syrit, i kështë fiksuar syt në një qosha atje. Unë isha përballë atyre dritareve që shojnë nga obori. Po. Edhe prit një gjithë kohën të ashti që të hapi një loj muhabeti që vazhdimisht zerat pak po bëjshin më të kthirë të njerëzit, filluan të bëjnë muhabeti më të zeshëm, më kështu, Kadareja, iq. Mua më dukshin edhe sekundat e gjata, nuk e di sa, edhe dikurve që ktheu kokën kështu. Tha, ti kështë botuar këto filanin, unë isha redaktor, ati edhe emri tim figurotin. I një seri e veprash të shkrimtarëve të Shqipërisë. Ta so këuaj, po. Nuk po i përmendim emrat. Edhe u shqyqyr tash që filloi muhabeti, e tha, vajle zgjete as gjë më të mirë. Pra tipik Kadareja që në ato vite. Nëse une vergëzova diçka rreth asaj që atë kishim gjetur, ne çfarë gjenim që hynte ilegalisht. Ajo botohet. Ata e botonim edhe ajo jo fshitej, po rëmbehej me njerë të etur në Kosovë, po autorët Shqipërisë. Unë e kam më thënë edhe në një vend tjetër këtë bisedë dhe kam menduar gjatë, njerëja kam përmendur edhe vetë Kadares kur u afruan pak më shumë, atëherë kur unë e kisha të qartë që Kadareja ishte i vetëdijshëm që është i madh, dhe që është më i madhi, edhe nuk e fshihte këtë, edhe s'kish pse ta fshihte. Pse me shtirje, me hipokrizi. Pra një modesti që nuk ka pse të ekzistojë. Nuk ka në këtë rast. Do me thënë, ishte plotësisht i vetëdijshëm për gjeni unë. E vetë edhe ishte në frymën e sjelljes së tij. Çdo gjë ishte, ashtu reflektonte në Kadareja, do më thënë, është i veçantë nga ky këndvështrim, nga një mendje e hapur, jo për atë që kështë kryer studimet për jashta e një institutin Gorki, kanë qenë me qindrat tillë që kanë kryer studimet për jashta. Por nuk ishin si ai, pra nuk ishin genialitetin e tij. Jo, Kadareja kishte një krenari, kishte një sqimën, kishte një, si të thuash, adhurim për origjinën e vetë, për rrenjët antike. Ai besonte, edhe ai besim reflekton në krejt veprën e tij, dhe vetes s'ka pas nevojë t'ja thotë se ai e ndinte, e kishte të lindur atë, po i lexuesin që atëre donte ta bind deri në fund, ne si gjuhë, si traditë, si popull, si jemi asgjë më pak se të tjerët. Dhe kjo ka qenë shumë themelore në veprën e tij. Kjo është ajo që rrezaton, që është e përjetshme,
tek ai. Kanë qenë pikërisht këto, po themi, vlera që ai ka mbajtur brenda vetes, dhe të cilat i ka besuar dhe që më pas i ka plazmuar në një farë kuptimi në veprën e tij që e bën veprën e tij krejt universale. Shikoj, reflektoj jo vetëm në shpirtin, po e në figurën e tij. Kadareja donte të lërë përshtypjen e mirë të hapësirës gavinte, ku do shkonte, të etnisë. Ai me krenari fliste, edhe për tradita, edhe për mitologjie, për malet Shqipërisë, ai përshkruante në atë mënyrë të madhërishme. Po edhe për prapambetjen. Ai donte të jetë i denjë për origjinën, për etninë, edhe si që jemi ne me ndjenjën të denjë për të sot. Ai edhe me sjelljen e tij, kisha përshtypje se kam qenë shumë raste me të në shoqëri, kur vinte në Kosovë, gati se çdo ditë shoqëronja, ka qenë familjen time me Elenën, kur erdhem. Ai këtë origjinë, thuash, aristokrate në kuptimin e mirë, e rizatonte edhe në ecje, edhe në ushqime, edhe në kafe si e pinte. Krejt figura i reflektonte, ne jemi nga një vend, ai i krijonte edhe epokat kulturore, letrare, mitologjike, ku mund t'i kishim shkëndimet e para, pa i gjente si epoka. Kemi rënë dinastish, kështu, ku flite për Gjirokastër, Brado Plaka, me te qyre, nga malet, shikojnë. Për jashtë linte përshtypje të tillë dhe këta e kishte të lindur ai. Dhe kjo, sa herë lexohet, në çdo vepër që ti kthehesh Kadaresë, e ke këtë krenari të tij për fisin, për origjinën, për etninë. Edhe sa mal kemi ne për këtë, sidomos tani kur dëgjon nga njerë që këtë në etni dikush edhe e baltos sa herë të doj me një ligësi, me një kështu, që është e çuditshme dhe atëre ndjen nevojë ta kesh Kadaren, pra. Dhe në fakt Kadareja gjithsesi është pranë, sepse vepra e tij ajo që ju keni krejt ngjitur, vepra e plot, po çdo vepër e tij e shkruar, e cila ka një histori, secila prej tyre ka një histori si ka lindur, ka një histori se çfarë i ka ndodhur dhe vetë shkrimtarit, ai procesi krijues i cili ende në fakt është shumë larg të nxjerrit në dritë, sepse është krejt normale. Sa kohë kemi pasur shkrimtarin të prekshëm edhe fizikisht, njerëzit kanë rendur të shkojnë drejt tij fizikisht. Mendoj që tani do të kaloj një proces tjetër, do të shkojnë drejt tij po fizikisht, po përmes procesit të vet krijues, që është gjithashtu shumë interesant, e për i cilit me gjas do dalin shumë tipare tjera të reja, edhe është koha e studiuesve që t'i zbulojnë ato. Nëse do të ndaleni në veprën e parë, për nga rëndësia sipas jush, do të ndaleni te Kronik në Gur, te Gjenerali, ku do të shkoni? Po e nis kështu, Kadareja duhet të lexohet edhe me një ritëm të tillë kur çfarë ka botuar. Kronologjikisht do të thoni? Por nuk dua të bëj një kronologji, se edhe s'kemi kohë për atë, po do të prek disa. Ajo që më lidhet përsëri me atë
vizionin e tij të gjeniut që është i vetëdijshëm që ka zënë vend në panteonin zeusian, që sipër. Dhe më kujtua, duke thënë ti kronologjia, më kujtua një tregim i tij ëndra mashtruese. Botuar në fillim të 80-tave. Kohë kur Kadareja nuk ka shumë prodhimtari edhe shumë botime për shkaqe politike që... Është kuptim plotë në filozofinë, për filozofinë e tij. Kjo ëndra. Zeusi, shërbysit e vet, u jep detyra për njerëzimin. Kjo ëndra që është personazhe, zonja, e mera e porosit i jep një tuba me një lëng brenda, natën, edhe regjistrin e emrave të njerëzve që do të shkoj të shtirë në vesh pikat e tubës. Që ata bëhen gjeni. Shkurtimisht është kjo, del ajo nga zyra e shefit, shefi, thotë, në terminologjinë e ka qëllimisht të tillë, edhe ajo e tregon gjithë natën si breth në për këto emra, që nga Homeri, Dante, Shakespeare, Sende, gjithë po me kujdes në gjumi që mos zgjohet, mos pika të shkojnë deri në fund, mos bëhet një ngatrese e lodhur kjo nga gjitha këto. Edhe ndër të tjera të vjen edhe tash gjatë kërkimit ka plot epizode aty që secila është rrëfim në vete, po i shkurtoj. Dua të vi tek është emri që i gjen ajo të Ismail Kadaresa, edhe emri i dytë nga Arbëria, është Stefan Gjeçovi, është kanuni i Legdu Kagjinit. Janë rënjët e i trungu antik, aty kërkon. I gjen, dhe me thënë, kjo ka disa shtresime kuptimore. I ka. A ishte edhe i vetëdijshëm për këtë, po tash, në çdo libër që unë marr, sidomos edhe të fundit, edhe ato studimore, gjen gjithande disa shtresime të ngarkuara në porosi. Janë kur sundimtarët grinden mbi fjala. Atë sundimtarët janë Stalini, Enveri, që Dhe kalojmë disa 10 vjeçar më pas tani, pra në ditët tona. Po, dhe grinden dhe viktimat janë krijuesët. Pasternaku, Mandelshtami, që bën poezinë e famshme për Stalinin, Maloku i Kremlinit, edhe shkon në Sibir, atje përfundon. Dhe në shtresimi i dytë është që sundimtarë janë vetë gjenitë. Janë vetë shkrimtarët. Ble, në kohën e sodit mund të gjeni mendimet ashti në për tavolina kur rime diskutojmë edhe për Kadaren, po edhe në përgjithësi. Nuk e djeja të ka rënë ty në vesh nga njërë edhe një atje si kur edhe Kadareja e klipsoi letërsinë kështu Po, i futi të gjithë në kolaps në një farë kuftime. Jo, është çështja e standardeve. Krijoj tavane, krijoj standarde. Këndej duhet zhvilluar biseda, jo te frustrimet. Domethënë,
ku do ta kapësh Kadarena? Këto vitet fundit, është që librat viteve të fundit i mbajmë pranë se ka moshën e tillë që më është kufizuar ritmi i librave për të lexuar. 3 eset që ja ka përzgjedhur ky studiusi shumë i talentuar, Matteo Mandalai. I arbreshve, i Kalabris. I Sicilisë dhe i Palermos. Eskilin, Dantin edhe Shakespeare-in. Janë sundimtarët politikë, por janë ata të shpirtit, sundimtarët shpirtëroj që luftojnë me zvedje. Është ky shtresim. Kam përshtypje i pavarëtur rende. Ka një vedije të jashtëzakonshme në veprën e Kadares për të shkuar thellë në këtë kuptim që ju thoni. Pra mbase ai ka ditur që në një moment, në atë të parin e shkrimit dhe të botimit të veprës, nuk do të kuptoheshin plotësisht këto shtresëzime për cilat ju po flisni. Po duket sikur në veprën e tij lexohet një vedije absolute që po, një ditë do të vi kur vepra do të flasë në këtë gjuhë që ju po thoni tani. Po, ai diku ka lënë gjurmë shenjat të tilla, edhe të kjo ëndra. I ku thotë, shiko mos gabojnë se edhe ky Zeusi që është mbi të gjithë mund të dyshojë nga njerë në atë gjeniun atje. Mos ka ndonjë komplot ai gjeniu atje. Për Kadares, tek ëndra, te pallati i ëndrave mos ka ndonjë komplot. Në më thënë shtresi, Kadareja duhet të lexohet me kujdes. Me kujdes, po. Nuk është se këtu ngatrohet. Pra, Kadareja nuk është i lehtë për të lexuar. Nuk është i lehtë për të kuptuar. Pra, duhet të lexohet ndër rreshta gjithë ajo që shkruan për të marrë thelbin, esencën e shkrimit të tij. Pikërisht, i lehtë është ai për nga gjua, bukuria e gjuhës që të përvetëson. Po, që të vjet. Po, pikërisht. Por mendimi pastaj kërkon një impenjim tjetër për të shkuar për te. Kosova e ka dashur, e ka dhuruar si gjithë shqiptarët, po Kosova posaçërisht se ai e ka patur në vëmendje të përhershme. Do të ndalemi pak te Kosova për 2 arsye. E para sepse ju jeni këtu eksakt për këtë gjë, për një lidhje shumë të hershme. Që kur ai shkruante poezit në vitet e 60, 70... 66-ën e ka poezinë e parë Kosova. Kosova, me titullin 11 vargje, ku thot sa herë kam kaluar mbi qiellin tënd Kosovë, etj. Një poezi... është plot stresime edhe ajo. Edhe ajo. Po, me largësi, afrim, Eksakt, ajo që ju thatë në nisje. Po, si e gjykoni, po themi, fluturimin e generalit me shpejtësinë e dritës, nëse mund të flasim me këto lloj termash, për një roman i cili vinte nga një gjuhë e vogël, është shkruar në origjinale një gjuhë të vogël, dhe pas botimit, nëse nuk jam e gabuar të parit në serbo-kroatisht që edhe ju e përmendet, ai filloi mandej sidomos pas botimit në Francë në 70-ën, të kishte një përhapje të jashtëzakonshme. Si e gjykoni këtë uzurpim, këtë pushtim të skenës së letërsisë së Europës dhe të botës më pas, nga një general i shkruar në gjuhën shqipe, nga një shkrimtar, të cilin deri në atë moment nuk e njihte askush në botë? Mua më kujtohen reagimet e para. Në serbisht bile ata
e përktheu gjysmën në atë kohë Esat Mekuli, gjysmën më duket dhe Apshita. Edhe patje honën pozitive njësoj si në Perëndim. E di që misteri, enigma e parë, qysh përtheu ky roman në Perëndim, studiues të Perëndimit nga që mbaj mend unë, e përmendin sidomos temën, motivin, që është një zbulim i ri, si diskurs, si poetike romanore, nuk ishte e panjohur poetika e tillë narrative për atë kohën e atëhershme. Po, sepse ai, sikur se ju e thati, është kthyer gjithmonë rrënjëve të shkuarës. Por gjeturia e fabulës ka qenë ajo që e nxiti shkëndijin e parë. Edhe kështu përvetësua në një frym, por unë e di si e kemi pranuar neve këtë botimin e parë në gjuhën serbo-kroate. Pse ka pasur probleme? Jo, s'ka pasur hiç probleme, po duhet të përmend tash që më kujtua një karakteristikë tjetër atëherë. Unë kam kryer studimet në Beograd. Kam dëgjuar mësoj lënda kryesore në filologjikun, atëherë letërsia jugoslave. Dëgjoj 6 semestra. Ishte nuk mbaronte. Po. Por mësoj letërsia 80-90%, serbo-kroatishtja, edhe slovenishtja. Bosnja, Malizi, Maqedonia, Kosova, përmendeshin kështu. Bile ato leksionet, ajo e Kosovës, sidomos me Esat Mekulin edhe e kalonin. Dhe në raportet tilla, krijuesit shqiptarë kishin këtë perceptim në hapësirën jugoslave të atëhershme, që ishte vend i hapur mjaft dhe për Perëndimin, edhe aso kohë. Dhe ne shpesh ishim në manifestime të përbashkëta letrare, kulturore me të gjithë, se ishin 6 republika, 2 krajina, 8 njësi, çdo njësi që organizonte manifestime letrare duhet të ketë përfaqësues nga të gjithë. Edhe vizitat i bënim në përbot, se na vinte radha shpesh, edhe ndjeshim më të vegjëlit. Më të papërfaqësuarit, ose fare të përfaqësuar. Kadareja na mbushi me besim. Sepse ai ishte aty. Kur u botua aty, domethënë filluan ata shkrimtarë të mirë të Zagrebit, të Beogradit, me reputacion që atëherë kishi e ku di unë evropian, filluan të më ndjejnë më afër. Domethënë rezatimi i Kadares ka bërë një vedije të tillë kudo në hapësirën, ngado që ta prekësh, ka bërë një vetëdije të tillë të shqiptarët që të ndjehemi ne jemi. Këtu jemi, se ky gjenitash nuk ka lindur nga shkretira. Domethënë, ka një ambient, ka një traditë, ka një histori, ka një kulturë. Gjithnjë jam këto vitet e fundit më shumë i fiksuar që të gjej këto dimensione në universin letrar të Kadares. Këto do të mbeten të përjetshme. Se ky është shpirti që ai e ka sjellën në veprën e vet,
e ka sjellë me sjelljen e vet, e ka sjellë me mënyrën si e ka përkrahur hapësirën shqiptare, armënore, Kosovën sidomos, me përpjekje titanike, dhe Kosova në një mënyrë kështu e ka pritur Kadarein, ja botoj, e para ja botoj kompletin. Dhe këtu do të ndalemi tani, do të vim te Kosova, të gjitha këto që ju thoni sigurisht janë rrjedh logjike. Po, këtu ne e kemi të ekspozuar në fakt kolanën e parë të veprës të plotë të Kadares deri në atë moment që mban vullën e Prishtinës. Dhe kjo është diçka vërtet e jashtëzakonshme, duhet thënë. Ju e keni ditur lidhjen e fortë të rrënjëve që Kadareja ka pasur edhe ndaj Kosovës. Ju e përmendët poezinë Kosova të 1966-ës, sigurisht që vetdia patjetër që duhet ke qenë shumë e hershme derisa shkoi dhe u derdhë në vargje, në mendim, në forcë, ka shumë emocion ajo poezi. Fliste ai shpesh për këtë nevojë për të qenë i dobishëm për çështjen e Kosovës, apo vetëm shkruante dhe vepronte? Jo, ai e mbronte kudo këtë. E mbronte kudo këtë. Me të shtim kujtohet mua një nga di polemikë që kanë patur edhe shkëmbim letrash, ka qenë një shkrimtar gjallë ende në Jugosllavi, Vuk Draškovići, me origjinë nga Gjakova, që bëri një roman thika mjaft anti-shqiptar kështu. Edhe Kadareja përmes një letre i ka bërë kritikat e veta. Edhe kritikat i bënte në mënyrë shumë pa fyerje, por superiore, me argumenta, me elegancë. Dhe kjo e ka veçuar gjithmonë në fakt për reagimet e tij. Edhe përgjigja e tij, e lexova këto ditë, ta rikujtoj një herë, rilexova edhe një herë. Është me plot konsiderata dhe mundohet që disa të dhëna nga vepra e Kadares, nga generali, të gjej disa cene edhe tek shqiptarët. Që të generali, Kadareja i ka qëllimisht në kufi të një ashpërsie, rebelimi të egër apo logjik. Edhe ky gjen atje disa fjalë. Thoni që shqiptarët gjithë një janë për vajtim, vajtojnë kur shkojnë. Si shkojnë në luftë, si kthehen. Ju e thoni këtë, janë nxjerrë nga konteksti. Edhe ja kthejnë ky përgjigjen që e zhvesh krejtësisht nga figurat të tilla. Kadareja në bisedat për Kosovën, për mua ka patur një vizion të rilindasve. Ai në të mënyrë çfarë ka mbetur jashtë shtetit, ka qenë një pjesë. Janë tiparet, janë pjesët e trupit që kanë mbetur ande, rilindasit kështu e konsideronin. Konsideronin që dikush me dhunë një pjesë të trupit, ja hoqi nga etnia, ja la për jashta. Edhe kjo ishte e vetvetishme, një gjyshe që kam patur andi nga Nikolica, nga urrimin e pare bante u befshim Shqipëri. Në më thënë, ishte kjo frymë, Kadareja këta e kishte, edhe e fliste njësoj. Kudo?
kështu e prezantonte botën e vetë arbërore. Unë e kuptoj se botimi i veprës plot deri në ato momente ka qenë një nevojë e shqiptarëve të Kosovës, po e shqiptarëve që jetonin jashtë kufive të Shqipërisë zyrtare, edhe që ende dhe sot jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë zyrtare, po për fat kemi një shtet të dytë shqiptar në Ballkan që është Kosova. Po për te kësaj nevoje, ka pasur një vedije tuajën për vlerat e jashtëzakonshme që ka pasur vepra e Kadares, pra nuk mendoj që është marrë vendimi për të botuar veprën vetëm se na përket, po edhe për fuqinë që ajo ka. Jo, tashti, kompleti u botua në 80-ën, 1980-ën, kompleti. Kadareja atëherë ishte njihej me disa vepra tek ne. Ishte botuar generali, kështjella, edhe dasma u botua, po që nuk kishte shitje të madhe. Do më thënë, shqiptarët jashtë Shqipërisë, në Jugosllavi, se Kosova ka qenë vatra, si të thuashe, krejt shqiptarëve, në Maqedoni, në Malzinë, Preshevë, në Kosovë janë shkolluar, në Kosovë janë dëshmuar si krijuesë dhe Kadareja njihej me vepra të tjera. Kompleti ishte, ajo u rëmbye me njerë, me 10.000 komplete shiteshin. 81-shin u bën demonstratat e mëdha. E mbaj mend Nazmir Amani, që ishte drejtori shtëpisë Rilindje, që kishte botuar këtë. Ishte në frymën, se u ribotuan disa herë kompletet, ishte në frymën kur i shpërndante në Maqedoni edhe u bllokuan rrugët. Ai kërkonte rrugë alternative të dërgoi kompletet në Tetovë, në Gostivar, në për Rëmuja, në për kështu. Pra ka që rëndësishme ka qënë, dhe në mes të demonstratave të shpërndahej vepra e ti. Po. Sa më shumë të bisedojmë, mua më prekë kujtime që më lindin e më vinë kështu se në herën e parë kur ishte, bashkë me ti me shoqe, Azemi me të shoqen edhe Kadareja, e vizituam edhe Shkupin. Dhe Kadareja kishte një intuitë të përtejme që ishte jashtë mundësive të njeriut normal kështu. Shkupi ishte qytet i rindërtuar që nga fillimi. Se 63-shin u rënua krejt nga tërmeti. Një qytet me 100.000 banor u vranë 2.400-500 viktima, dhe më thënë u sheshua qyteti. Dhe atëre u ndërtua mendimin e krejt Jugoslavis edhe ndërkombëtare. 10 vjetë zgjatën ato. Edhe u ndërtua, u be qytet mandej 500-600.000 Shkupi, krejt qytet i ri. 63 gjatë gjithë 60-ave ndërtojë. Në 70-ave kur erdi Kadareja, s'kish 6-7 vjet nga tërmeti. Gjeja e parë kur hym nga qendra, e mbaj mend, tha, kam përshtypje ali, tha, këtu banorët sikur s'janë në qytet të vetë, nuk e ndjejnë. Janë të shkëputur. Jo, ende të pa ambientuar, ende të pa për banorët që janë të qytetit, qyteti është i banorëve, e ndjehet me njerë. Ne që ishim aty si këshim vërejtur këtë ritëm. A i kapte këto. Më thënë, edhe në fjalë, edhe në sjellje, edhe në ndërhyrje. Lidhja e ti në fakt me qytetin ndjehet edhe në vepër, sa e rëndësishme është
ka dëshmin veprën e tij, Kronik në gur për Gjirokastrën, kemi Tiranën, një pjesë shumë të rëndësishme të veprës, mande edhe Parisi, po themi qendra e tretë e rëndësishme. Si e gjykoni këtë? Unë ngacmova fort nga ky përshkrimi juaj për t'ju bërë një pyetje, si e konsideroni këtë pranin e qytetit në veprën e Kadares, e qytetit po themi si materie, po e qytetit si frym? Edhe si arkitekturë. Edhe si arkitekturë. Po, unë kam patur një kandidat në kohë kur mbanja leksione me këta pas universitarët, një kandidat nga Gostivari që kishte mbrojti tezën e mua më intrigoi, prandaj dhe e pranova si kandidat. Kështjella e Kadaresës si arkitekturë. Si e kishte imagjinuar ky kandidat, por është Pallati i Ëndrave, është te studimi Matteo Mandalias, ai i gjen gjithë një koordinatat këtu. Hotel Tirana, rruga, kthesa, si është një gjeografi, një hapësirë se shkrimtari kur e ka fabulën, e ka imagjinatën, vizionin, ai gjen një ambient konkret. Gjen pikat e referencës fizike. Nuk e ka abstraksion, ai e di ku lëviz personazhi i tij. Kam përshtypje që ky vizion nuk është trajtuar aq shumë, unë nuk e di sa mund të flas për këtë, po më kujtuan me njerë këto pika referimi që edhe ky aspekt i Kadaresës mund të jetë një nga çështjet më interesante. Po, më interesante. Do doja të ktheheshim sërish në Kosovë për pset. I shpjegonte pset Kadareja që vinte aq shpesh në Kosovë edhe para 90-s, po edhe pas 90-s, ka pasur vizita shumë të rëndësishme, ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm në procesin i cili ishte i ethshëm për sidomos ditët e Rambujes edhe sigurisht para, po padyshim edhe pas. E fliste këtë gjë me ju? Ka marrë disa çmimet më të mira, mos i përmendim gjitha, letrare, e mbaj mend në panairin e parë që u bë mbas luftës në Kosovë, kur u promovua edhe Raky Mort dhe u pamë, krejt panairi ishte në frymën e Kadaresë. Ishte letra e famshme e dërguar në Rambuje nga ai që kini kujdes në vendimet se u bën me shumë fërkime ato biseda në Rambuje. Ishte një pjesë që nuk donin ta dëgjojnë as Merkelken, as atë Albrightin, aty që në interes tuaj është pranojeni këtë. Ishte ndërhyrje e Kadaresë ka qenë plot emocione dhe mençuri. Do me thënë, nuk e ka parë si njeri i jashtëm, po si njeri i brendshëm. Ka dërguar letër brenda. E ka bërë ditarin ai gjatë luftës. Asi shkrimtar tjetër se ka bërë ditarin e... Po kudo ku ishte, në fakt është shumë interesant ai ditar, ai është kudo në Europë, po jo vetëm, është edhe jashtë Europë për takime, për vizita etj, dhe thuajse çdo ditë ka nga një pasazh të shkurtër. Kishte mik të madh, Azem Shkrelin e vlerësonte shumë dhe e donte. Edhe ta përmend e ka një poezi letra me miq, kushtuar Kadaresë. Është një poezi antologjike. E ka dashur Kadaren shumë. Edhe shpesh kur vinte, unë e di që merrte
Azemi Kadaren dhe e çonte jashtë Prishtinës. E çonte nga Rugova, nga vendlindja e tij, nga Deçani, nga shëtitnin, rinin vetë, nga njerë me orë, shëtitnin kështu. Në këtë 90 vjetor lindje, që është eksakt sot, 28 janar, ai u lind Gjirokastër 1936, një dimër me gjas i ashpër i Gjirokastrës atyre viteve. Ku do mendonit që do duhet të orientohen studimet për jetën dhe veprën dhe kontributin e Kadares? Sigurisht, diçka thatë u prek në bisedën tonë për fjala vjen për raportin që ai ka pasur në veprën e tij me qytetin, një mendim i tërë i cili duhet nxjerr, po themi, nga ato shtresëzimet e veprës dhe duhet komunikuar, divulguar, duhet bërë pjesë e diskursit publik. Po tjetër, çfarë do duhet studimet të bëjnë tani për Kadare? Kjo duhet lënë kohë se Kadareja do të jetojë gjithë jetën, edhe unë kujtoj që vazhdimisht gjatë breznive do të ketë rilexime të vizionit të tij, se nga çdo status, qoftë kohor, qoftë i ambientit, Kadareja nxit impulse të reja. Për çdo brez, kur bisedojmë, kam nipa të moshës 30, 25, 30, 32, shumë të shkolluar, shumë të lexueshëm. Te Kadareja që prekin gjithnjë dhe vizione të reja, ngacmime të reja. Po, sepse dhe botë kuptimi ndryshon. Ashtu, si për gjithë gjenitën e letërsinë botërore, që çdo kohë gjen dilemat të jesh atë mos jesh, në mesjetë janë bashkore të përjetshme në çdo brez kështu. Kadareja në atë rrjedhë ka hyrë. Vetë do të vinë ato, koha do t'i sjellë vetë. Profesor, unë pshijova jashtëzakonisht shumë këtë bisedë profesionale, edhe pse ne kemi një marrëdhënie shumë vjeçare dhe personale që ka rrjedhuar nga profesioni. Unë jam vërtet shumë e nderuar që ju pranua të ishim bashkë në këtë ditë të rëndësishme për jetën e shkrimtarit. Unë të falenderoj dhe prandaj që në fillim të drejtova me ti, se njihemi moti, kam qenë disa herë mysafir me kënaqësi. Dhe faleminderit që më solle në disa kujtime për mua shumë të shtrejta për E çmoj shumë, edhe është shumë bukur që këto kujtimet tuaja, fal transmetimeve, do t'jem pjesë edhe pronë në një farë kuptimi e të gjithëve. Është pjesë e pasurisë audiovizualet. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju që na ndoqët këtu nga shtëpia Studio Kadare në Tiranë. Jemi saktësisht në studion ku ai ka krijuar. Folëm për Ismail Kadare në një përvjetor shumë të rëndësishëm, i cili në fakt shënon vetëm nisjen e një serie aktivitetesh, vetëm nisjen e një serie të re pikvështrimesh për veprën e tij, një pjesë të cilave i nda me akademikun Ali Aliu. Bashkë do takohemi sërish të mërkurën e ardhshme.